23 mars 2026. Thirrja e hënës, vetëm ti e ndjen. Të dashur të zgjedhur. Nëse po e dëgjon këtë zë tani, nuk është rastësi. Ti je thirrur. Kjo nuk është thjesht një video. Është një portal. E hëna e veçantë po të fton. Dëgjo. Ndjeje. Merr frymë. Urtësia e përjetshme po zgjohet brenda teje. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Pika 1. Një e hënë e veçantë. Kjo e hënë nuk është si çdo tjetër. Ajo nuk është thjesht një trup qiellor që rrotullohet rreth tokës. Ajo është një pasqyrë gjigante e shpirtit tënd. Sot, energjitë kozmike po përputhen në një mënyrë të rrallë. Hëna është në pozicionin e saj më të fuqishëm për aktivizim. Ajo po tërheq dritën nga dielli i brendshëm yt, ai diell që ke harruar se ekziston. Ti, i zgjedhuri, e ndjen këtë. Të tjerët shohin vetëm hënën në qiell. Por ti ndjen valët e saj duke prekur qelizat e tua. Si një thirrje e lashtë që jehon në gjakun tënd. Ky është momenti i aligmentit të brendshëm. Trupi yt po rregullohet me frekuencën e universit. Çdo qelizë po tingëllon si një kamban e ardhë. Kjo nuk është metaforë. Është realitet energjetik. Ndërsa hëna ngrihet, ajo po hap portat e tua të larta. Kanalet e energjisë që kanë qenë të bllokuara për vite po pastrohen. Ti nuk je më i lidhur me ritmet e vjetra të botës. Ti je duke u sinkronizuar me ritmin e përjetshëm. Dëgjo heshtjen midis rrahjeve të zemrës sate. Aty fshihet kjo e vërtet, ti je pjesë e një plani më të madh. Kjo e hënë po të kujton se kush je vërtet. Jo njeriu i zakonshëm, por ai që është zgjedhur për të mbajtur dritën në errësirë. Pika 2. Shenjat fizike. Tani, le të flasim për trupin tënd. Ai po të flet. Dëgjoje. Frymëmarrja jote a nuk ndihet ndryshe? Më e thellë, më e ngadaltë, sikur ajri po hyn në vende që më parë ishin të mbyllura. Zemra jote a nuk rreh pak më fort, pak më i qartë? Si një daull e shenjtë që thirret në tempullin e brendshëm. Dhe shtylla kurrizore, shtylla kurrizore. Aty poshtë, në bazën e saj, ndjen një nxehtësi? Një dridhje të lehtë? Një rrymë si elektrik që ngjitet lart? Kjo nuk është rastësi. Kjo është kundalini që po zgjohet ngadalë. Energjia jetësore po ngrihet si një gjarë për jartë nëpër 7 qendrat e tua. Këto shenja nuk janë simptoma të sëmundjes. Janë sinjale të shërimit. Trupi yt po përshtatet me një nivel më të lartë vibrimi. Ai po heq qafe shtresat e vjetra të frikës, dyshimit, lodhjes. Çdo piçkim, çdo val nxehtësie, çdo ndryshim në ritmin e frymëmarrjes. Është një hap drejt zgjimit. Mos i injoro. Mos i trem. Përqafoj. Ato janë letra dashurie nga universi drejtuar shpirtit tënd. Pika 3. Frymëmarrja 99 sekondëshe. Tani, përgatitu për teknikën e parë. Frymëmarrja 99 sekondëshe. Ulu drejt. Vendos dorën e djathtë në qendër të gjoksit. Dorën e majt poshtë kërthizës mbi qendrën e fuqisë. Mbyll sytë. Mos e kontrollo frymëmarrjen. Vetëm vëzhgoje. Lejo që ajri të hyjë e të dalë natyrshëm. Numëro në mendje, 1-2 deri në 99. 99 sekonda. Jo më shumë, jo më pak. Gjatë këtyre 99 sekondave, mos u kap pas mendimeve. Kur mendja tërheq, thjesht ktheu të ndjesja në trup. Ndjeje nxehtësinë në pëllëmbët. Ndjeje rrahjet e zemrës që përputhen me ritmin e universit. Ky është momenti ku ti ndalon se qeni viktimë e mendjes. Ti bëhesh vëzhguesi i pastër. 99 sekonda duken pak, por janë një jetë. Në to, ti mund të çlirosh mira vite karma. Në to, ti mund të rikthesh fuqinë tënde të lindur. Bëje çdo ditë gjatë kësaj hëne.
Dhe shiko si realiteti yt fillon të ndryshojë. Pika 4. Mbyllja e qarkut. Teknika e dytë, mbyllja e qarkut. Sërish ulur rehat. Merr frym thellë një herë. Pastaj lësho frymëmarrjen të rrjedh pa ndërhyrje. Tani vendos gjuhën butësisht në tavanin e gojës. Pikërisht pas dhëmbëve të përparme lart. Kjo pozicion mbyll qarkun energjetik midis trurit dhe trupit. Është si një ura e artë midis mendjes dhe shpirtit. Vëzhgo frymëmarrjen. Pa e ndryshuar. Pa e gjykuar. Vetëm vëzhgo. Ndërsa e bën këtë, energjia po qarkullon lirisht nga baza e shtyllës kurrizore deri te kurora e kokës. Ti po krijon një lak të mbyllur të dritës. Asgjë nuk humbet. Asgjë nuk shpërdorohet. Ti po amplifikon fuqinë tënde të brendshme. Ky është sekreti i lashtit të zgjuarve. Gjua në tavan, fryma e lirë, vëmendja e pastër. Bëje për 5-10 minuta në ditë. Dhe do të ndjesh se si mendja qetësohet, trupi forcohet, shpirti shkëlqen. Pika 5. Meditimi unë jam. Tani, teknika më e thjeshtë dhe më e fuqishmja. Unë jam. Vendos dorën në zemër. Merr frym normalisht. Dëgjo rrahjet e zemrës. Me çdo rrahje, thuaj në mendje ose me zë të ulët. Unë jam. Unë jam jo emri yt. Jo profesioni yt. Jo roli yt në shoqëri. Unë jam ekzistenca e pastër. Unë jam drita që nuk shuhet kurrë. Unë jam pjesë e burimit të pafund. Përsërite me çdo rrahje. Sinkronizoje me ritmin e zemrës. Ky nuk është thjesht një afirmim. Është një kthim në origjinë. Ti po heq shtresat e rreme. Po kthehesh në atë që ke qenë para se bota të etiketonte. Pika 6. Diferencimi nga të tjerët dhe transformimi i mendjes. Ndërsa masa jeton në gjumë automatik, ti po zgjohesh. Ata reagojnë. Ti vëzhgon. Ata shpërndahen në mendime të rastësishme. Ti qëndron i pranishëm. Ata identifikohen me emocionet. Ti she ato si valë që kalojnë. Kujto fjalët e lashta. Bëhu i qetë dhe dije se unë jam Zot. Kjo nuk është thjesht poezi. Është udhëzim literal. Qetësohu dhe do të kuptosh se ti je Zoti i realitetit tënd. Dhe rinovimi i mendjes. Truri yt po riformohet. Filtrat e vjetër të frikës po shpërbëhen. Ti po sheh botën me sy të rinj. Me qartësi kristal. Me mbretësi hyjnore. Pika 7. Qëllimi final dhe mbyllja. Ky proces nuk është fundi. Është fillimi. Qartësia po vjen. Vendimet po bëhen të lehta. Prania jote po bëhet e pathyeshme. Bota e jashtme do të pasqyrojë këtë ndryshim. Njerëz, mundësi, sinkronizime. Të gjitha do të rreshtohen. Qëndro i vëmendshëm. Qëndro i hapur. Ky është momenti yt. Unë jam me ty. Ti je me mua. Ne jemi një. Mirë se erdhe në shtëpi.